Po këto profile, domethënë llogaritë ndryshme fake që po krijohen në situata të caktuara, sidomos gjatë fushatave zgjedhore për shkak të dinamikës edhe interesit që kanë, po përbën një lloj rrezikshmërie sepse synimi kryesor i tyre është që me manipulu opinionin publik, me i manipulu njerëzit që i marrin informacionin nga këto profile në mënyrë që me ndrua ata perceptimin për zhvillimet të ndryshme politike që ndodhin, për zgjedhje të caktuara dhe në një farë forme me ndiku drejt për drejt që ata në vendimet që i marrin ose në leximin e situatave të caktuara të ndikohen nga keq informatat ose dezinformatat që publikohen prej këtyre profileve fake. Po problemi është se këto e kanë krijuar një lloj polarizimi shoqëror edhe sot audienca kur po e merr informacionin në media sociale po bazohet kryesisht ajo pamja e parë, domethënë te imazhi që po servohet dhe nuk po shikohet llogaria ose profili që e ka shpërndar. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë burimi kush e ka shpërndar dhe fokusi, koncentrimi tek ai, domethënë tek profili, duke identifikuar se kush po e shpërndan këto. Nëse është media, atëherë me marr, domethënë media kredibile, atëherë me marr si informacion më të besueshëm, dhe nëse është një profil apo një faqe caktuar që e ka një emër të caktuar, me humbtu pak se çka është, domethënë ky profili, me shiku imazhin që e përdor ai profil, domethënë se ka të tilla që gjenerohen me inteligjencë artificiale, me shiku datën kur është kriju ky profil, nëse është i ri, kjo lën dyshim domethënë që mundet me qenë fake, me shiku në atë kuptimin sa ndjekës ka ose sa shoqni ka domethënë ai profil. Këto janë disa elemente që audienca duhet mi pas parasysh nëse e përzgjedh që me marrë informacione nga këto profile apo faqe që nuk dihet kush qëndron përpatjetër. Po, domethënë mediat sociale për shkak se kanë mundësuar që secilit me hap llogaritë ndryshme e faqe të ndryshme, kjo bëhet një fenomen global ku krijon kësi faqe të tilla në situata të caktuara, në zhvillime të caktuara, në mënyrë që me manipulu opinionin publik dhe me ndryshu perceptimin e opinionit ndaj asaj situate apo zhvillimit të caktuar.